Shqipëria ka kundërshtuar deklaratat e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për mundësinë e devijimit të lumit Ibër, duke cilësuar çështjen me ndikim të drejtpërdrejtë ndërkufitar. Në një reagim zyrtar, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme shpreh se ndryshimi i rrjedhës së një lumi që është pjesë e një sistemi ujor ndërkufitar nuk mund të konsiderohet një vendim i brendshëm dhe se nuk mund të merret në mënyrë të njëanshme. Sipas Tiranës, çdo ndërhyrje në rrjedhën e lumit Ibër mund të prekë drejt për drejt territorin, mjedisin, sigurinë ujore, furnizimin me ujë dhe jetën e qytetarëve të Kosovës. Shqipëria thekson se e drejta ndërkombëtare e ujrave parashikon detyrime të qarta për përdorimin e drejtë dhe të arsyeshëm të burimeve ujore ndërkufitare, parandalimin e dëmeve, shkëmbimin e informacionit dhe konsultimin mes palëve. Tirana kërkon që Serbia të respektojë detyrimet ndërkombëtare dhe parimet e fqinjësisë së mirë, ndërsa çdo projekt që mund të ndikojë në rrjedhën, sasinë apo cilësinë e ujrave që prekin Kosovën, duhet të shoqërohet me transparencë, vlerësim shkencor të ndikimit dhe konsultim me palën e prekur. Në reagim theksohet se uji nuk mund të përdoret si instrument presioni politik dhe as si mjet për të ndëshkuar një vend apo një popullsi tjetër. Shqipëria shpreh mbështetjen e saj për të drejtën e Kosovës për siguri, zhvillim të qëndrueshëm dhe mbrojtjen e burimeve të saj ujrore, ndërsa situata mbetet në vëmendjen e institucioneve shqiptare dhe ndërkombëtare.